Presidentja e vendit është obliguar që 30 ditë pas certifikimit ta caktoj, domethënë afat 30 ditor pas certifikimit të rezultateve, ta caktoj mbledhjen konstituive, themeluese të legjislaturës së 9 në këtë rast të Kuvendit të Kosovës. Po me njëherë, pasi të përfundojnë të gjitha procedurat ankimore, administrative, KQZ-ja ka mundësi që të premten, pse jo dhe të shtunën sipas nevojës, mund të mlidhet dhe të bëj certifikimin e rezultateve. Po pas kësaj, KQZ-ja i dërgon listat, rezultatet e zgjedhjeve me vota të partive politike dhe të deputetëve dhe listën e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Po ashtu në presidencë. Presidentja e vendit është obliguar që 30 ditë pas certifikimit ta caktoj, domethënë afat 30 ditor pas certifikimit të rezultateve, ta caktoj mbledhjen konstituive, themeluese të legjislaturës së 9 në këtë rast të Kuvendit të Kosovës.